Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. E strukur në mes të 2 ndërtesave të stërmëdha në qytetin e Londrës, gjendet një hapësirë e gjelbërt e pazakonte njohur si Parku i Postierit. Ka qenë një vend i pëlqyer nga punëtorët për të ngrënë drekën. Dhe parku ka një shteg të shkurtër për të shëtitur, një pellg të vogël dhe një shatërvan dhe është një vend i veçantë, por ka edhe një nga xhevahiret e fshehura të Londrës. Memorialin e vet sakrifikimit heroik, ky është vendi. Ky memorial është një mur i thjesht me 54 pllaka qeramike. Secila pllak përshkruan dikë që dha jetën në mënyrë vetmohuese për dikë tjetër. Po ju them disa nga ato mesazhe që kam mbajtur shënim nga ato pllaka. Alice Ayers, vajza e një muratori të thjesht, e cila përmes një sjellje të guximshme shpëtoi 3 fëmijë nga djegja e një shtëpie në Union Street Borough, duke sakrifikuar jetën në moshë të re. 24 prill 1885. David Selves, 12 vjeç, e mbajti shokun e tij që po mbytej dhe u zhyt bashkë me të kapur në krahët e tij. 12 shtator 1886. Henry James Bristow, 8 vjeç, më 30 dhjetor 1890 i shpëtoi jetën motrës së tij të vogël, duke ia grisur rrobat në flak, por mori zjarr vet dhe vdiq nga djegja dhe nga shoku kardiak. Mary Rogers, stewardess e anijes Stella, 30 mars 1899, u vetë sakrifikua duke dhënë një lekun e saj të shpëtimit dhe duke u zhytur vullnetarisht në anijen që po mbytej. Ky memorial i vogël u krijua në vitet 1900 dhe pllakat u vendosën në fillim të viteve 30. Kur ky projekt përfundoi, u ekspozua për disa vjet dhe pastaj në përgjithësi mbeti i harruar. Gjatë brezit të ri që erdhi më pas, në të vërtetë askush nuk e dinte që ai ndodhej aty sepse ishte i fshehur mes këtyre 2 mureve. Por pastaj në 2007, një teknik printimi i quajtur lipid dha jetën e tij për të shpëtuar nga mbytja një djalë 9 vjeçar. Dhe disa prej kolegëve të tij që e mbanin mend atë mur, pas kaq shumë vitesh vendosën që të shtonin emrin e tij në atë mur ku ishin shënuar emrat e njerëzve që kishin dhënë jetën e tyre nga dashuria për dikë tjetër. Dhe kjo shërbeu në interes të atij memoriali, sepse më pas, krejt papritur, ai mur u rizbulua. Tani nëse shkoni në Londër dhe të vizitoni vendin, mund ta shihni vet atë mur dhe të rikujtoheni se ky nuk është një vend ku paguan për të mbajtur në jetë projektin. Arsyeja pse e bëjnë këtë është se heroizmi i vërtet, dashuria dhe vetë sakrifica janë kaq shumë të nevojshme në botën tonë të sotme. Për shembull, ne dëshirojmë këtë lloj dashurie kaq të sinqert, jo vetëm dashuri me fjalë, por dashuri të jetuar. Jo thjesht emocione të përcipta që i shohim nëpër filma, por një dashuri të vërtet dhe vetë sakrifikuese, dashuria biblike, dashuria e Perëndisë. Prandaj do t'ju sugjeroja se nëse do doja të ndërtoja një memorial për të nderuar vetë sakrificën, do të vendosja një plakat tjetër në atë mur ku do të shkruaj diçka e tillë. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Për mua kjo është deklarata më e madhe e dashurisë vetë sakrifikuese që do të lexoni për dikë. Gjithçka për të cilën ju kam folur gjatë këtyre pak mesazheve të fundit përmblidhet në këtë frazë madhështore, që Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti dha jetën e tij për ne. Dhe siç e dini shumë prej jush, për këtë lloj dashurie që u demonstrua nga ajo që Jezus Krishti bëri, ka një fjalë, ajo quhet agape. Dashuria agape. Më lejoni t'ju tregoj se çfarë është agape. Në Dhjetën e Re përdoren shumë fjalë për dashurinë,
por fjala më e lartë, fjala më e nderuar është kjo fjalë. Fjala agape do të thotë ta duash dikë pa marrë parasysh se çfarë mund të bëjë ai për ty. Nuk ka rëndësi nëse ai të përgjigjet apo të ta kthejë, ju përsëri vazhdoni ta doni atë njeri. Është e qartë se në kulturën e sotme nuk dim shumë për këtë gjë. Ne i duam të tjerët për ato që mund të përfitojmë prej tyre, dhe kur ata nuk na i japin ato që mendonim se donim, ne nuk i duam dhe gjejmë dikë tjetër për të dashur. Kjo është pak a shumë mënyra si funksionon bota sot. Por kjo nuk është mënyra e Perëndisë. Dhe sa mirë që Perëndia nuk na do kështu, a nuk do të ishte e tmerrshme kjo? Unë të dua David, derisa ta katranosësh. Dashuri shumë dritë shkurtër, apo jo? Por Perëndia nuk na do në këtë mënyrë, ai na do sepse është natyra e tij që të na dojë. Perëndia jo thjesht do, por Perëndia është dashuri. Madje edhe dashuria që marrim për t'ia kthyer atij nuk është e jona. Bibla na thotë se ne e duam atë sepse ai na deshi i pari. Unë nuk kam dashuri për t'i dhënë Perëndisë, veç dashurisë që ai më jep. Gjithçka që unë po i kthej Perëndisë është ajo që ai më ka dhënë më përpara. Unë marr dashurinë time prej tij dhe ja kthej sërish atij. Dhe kështu funksionon. E po, në këtë pasazh të shkrimit, Pietri këmbgul që ne të bëjmë pjesën tonë për t'i zhvilluar këto cilësi. I kemi shqyrtuar ato, një e nga një janë si domino që rrëzohen mbi njëra tjetrën, dhe kemi arritur në cilësinë e fundit dhe më të madhen, dhe kjo cilësi është dashuria si e Krishtit. Është cilësia e fundit në listën e Pietrit, sepse është cilësia më e rëndësishme në listën e Pietrit. Ajo plotson dhe i jep kuptim gjithçkaje tjetër që kemi diskutuar. Dhe nëse i lëvrojmë të gjitha cilësitë e tjera të karakterit, por lëm jashtë dashurinë, nuk ka për të funksionuar. Dashuria është si një çelës që futet në mes të gjithë këtyre cilësive dhe i bën ato të funksionojnë të gjitha. Dhe ky është një mësim kaq i rëndësishëm që duhet ta kuptojmë sot në këtë botë plot urrëtie, zemërim dhe ligjërata dashakeqe. Perëndia ju do, dhe siç e kam thënë më parë në një libër tjetër, ai gjithmonë na ka dashur dhe gjithmonë do të na dojë. Dhe mënyra më e mirë për të shtuar dashurinë, dashurisë vëllazërore, është të mësojmë se si deshi Jezusi. Doni të dini se si punon Perëndia? Ne mësojmë se si punon Perëndia përmes Jezusit, sepse Jezusi është panorama që na ka dhënë Perëndia për veten. Nëse doni të dini se çfarë bën Perëndia, se si punon ai, se çfarë mendon ai, se kush është ai, studioni Jezusin. Dhe kur e studioni Jezusin, do të zbuloni se si funksionon dashuria e Perëndisë. Vendi ishte dhoma e sipërme, ishte nata e fundit përpara se Jezusi të kryqëzohej. Ishte nata më kulmore e jetës së njeriut më të fuqishëm që ka jetuar ndonjëherë. Dhe ndërsa flasim për këtë histori, dua që t'ju jap disa mendime për dashurinë që janë shumë me vend për ne sot. Ndërsa përpiqemi të shtojmë listës son të virtyteve këtë cilësi të fundit, të shtojmë dashurisë son vëllazërore, dashurinë agape. Gjëja e parë që dua të theksoj është se dashuria na drejton në udhëtimin ton të jetës. Dashuria është çelësi, dashuria është si ai fylli i kuq që përshkon jetën tonë nga fillimi deri në fund, që nga çaste që bëhemi të krishterë. Dëgjoni pak Gjonin 13:1. Jezusi, duke e ditur se kishte ardhur ora e tij, të kaloi nga kjo botë tek Ati, duke i dashur të vetët që ishin në botë, i deshi deri në fund. Për 3 vjet, Jezusi i kishte drejtuar këta burra përgjatë Galiles dhe Judes, dhe përmes të vërtetave të shkrimit, ai kishte duruar mërmëritjet e tyre, shpërthimet e tyre, gabimet e tyre dhe mungesën e besimit. Dhe ai kishte ushqyer zemrat e tyre, u kishte mësuar të vërtetat më të mëdha që kishte dëgjuar bota. Tani kishte ardhur koha që ai të vdiste. Ai do të ringjallej dhe do të ngjitej sërish në qiell. Dhe shkrimi na thot se e njëjta dashuri që drejtoi atë për t'u marrë me ta për 3 vjet, vazhdoi deri në fund, nuk u lëkund kurrë, nuk dështoi kurrë. Ai nuk i deshi ata vetëm në çastet kur i mësonte. Ai nuk i deshi ata vetëm kur po u tregonte atyre për vdekjen e tij të afërt, varrimin dhe ringjalljen. Bibla na thot se ai i deshi ata për gjatë gjithë procesit deri në fund. Ai gjithashtu di edhe si të durojë edhe mërmëritjet tona, e dinit këtë? Që ndonjëherë ne mendojmë se nëse bëjmë këtë apo atë, ai nuk do të na dojë më. Jo, Perëndia nuk na do bazuar në gjërat që ne bëjmë. Kjo do të ishte një histori e trisht, apo jo?
Nëse dashuria e Perëndis për ne do të bazohej në performancën tonë, tashmë e tham se kjo mohon thelbin e kuptimit të fjalës agape. Agape do të thotë të duash dikë, edhe pse mund të mos marrësh mbrapsht asgjë prej tij. Kjo është ajo lloj dashurie që na përshkruhet në këtë pasazh të shkrimit. Dashuria e tij është pabesueshmërisht e duruar, gjithmonë na shtyn drejt pjekurisë. Dhe siç thash më parë, nëse e katranosni nuk mund të hiqni dorë sepse Perëndia është ende aty duke ju nxitur, duke ju treguar se ai ju do, edhe nëse nuk ja ktheni kur dashurinë. Sa prej jush e din se nëse nuk e dim se çfarë të bëjmë, zakonisht përgjigjja më e mirë është dashuria. Teksa rriteni në Jezusin, dashuria e tij fillon t'ju ndihmojë të dini si të veproni dhe çfarë të bëni në çdo situatë. Dhe dashuria e tij ju jep kurajon që t'i shërbeni atij. Nuk e di për ju, por nëse jeni si unë, ndonjëherë ndiheni të pamjaftueshëm për kërkesat që ka jeta. Për shkak të gjërave që na kanë ndodhur, nuk mund t'ju them dot se sa herë më ka ndodhur gjatë viteve të fundit që ta gjej veten në prapaskenën e ndonjë salle diku duke i thënë vetes çfarë po bëj këtu unë. Si arrita deri këtu, pse ndodhem këtu, dhe më pushton një ndjesi pamjaftueshmërie për gjërat që e di se duhet të bëj. Shumë ditë na duken të vështira sepse të tilla janë, por këto janë çastet kur duhet të mbështetemi në dashurinë e Krishtit dhe të lutemi Perëndi, zemra ime është e hapur për ty, të lutem, më ndihmo me këtë problem. E di që ti më do, e pranoj dashurinë tënde. Dhe sot unë dua të them vetëm një fjalë: ndihmë. Ndihmë. Më lejoni t'ju kujtoj se përpara se Jezusi të ngjitej në dhomën e sipër me atë natë, dishepujt po grindeshin se kush prej tyre ishte më i rëndësishmi. A ju kujtohet kjo? Dua të them se nuk ishte thjesht një diskutim, ata po grindeshin. Jezusi për pak do të jepte jetën e tij për ta, kurse ata po grindeshin se kush do të ulej pranë Jezusit në mbretërinë e tij. Njëri prej tyre ishte tradhtar. Një tjetër prej tyre do ta mohonte atë 3 herë. Ushtarët romak ishin duke ardhur, torturat e prisnin përpara, ekzekutimi po i qëndronte përballë. Ishte çasti i lamtumirës dhe i përfundimit të veprës së tij në këtë tokë. Sa shumë gjëra për të thënë, por sa pak kohë gjithë këto gjëra po turreshin me nxitim, si rënje meteorësh. Nëse dashuria e Jezusit nuk do të vepronte në atë çast, gjithçka do të ishte shkatërruar. Biblia na thot se ai na deshi deri në fund. Ai deshi ata deri në fund përgjatë gjithë asaj trazire dhe asaj gurguleje dhe gjatë gjithë atyre gjërave që do të shpaloseshin në jetën e tij për shpengimin e njerëzimit. Dhe Jezusi nuk harroi kurrë se ndërsa po vdiste për botën, ishin 12 burra të ulur në tavolinë me të cilët ai i deshi për 3 vjet dhe ai i deshi ata deri në fund. Pra, më lejoni t'ju them këtë: dashuria është ajo që na drejton gjatë udhëtimit të jetës. Kurdo që ta keni filluar, kudo ku të keni filluar, s'ka rëndësi sa kohë ju ka mbetur. E vetmja gjë që do t'ju kalojë përtej gjithçkaje që po kaloni është dashuria. Duke kuptuar dashurinë që Perëndia ka për ju dhe që edhe nëse ju keni dështuar, ai gjithmonë ju ka dashur, sepse dashuria e tij nuk bazohet në performancën tuaj. Dashuria e tij bazohet në performancën e birit të tij, Jezus Krishtit. Sa prej jush mendojnë se ai ja doli? Po. Pra, dashuria është ajo që na drejton gjatë udhëtimit të jetës dhe së dyti, dashuria është ajo që na motivon për të shërbyer të tjerëve. Nëse ne e lexojmë pasazhin, ja se çfarë mësojmë. Jezusi, duke ditur se Ati i kishte dhënë gjithçka në duar, dhe se ai kishte dalë nga Perëndia dhe te Perëndia po kthehej, u ngrit nga darka dhe hoqi rrobat e tij, mori një peshqir dhe u ngjesh. Mbasi hodhi ujë në një legen, filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t'u afshinte me peshqirin me cilin ishte ngjeshur. Por mos harroni sfondin. Çfarë po bënin ata? Ata po grindeshin. Po grindeshin se kush prej tyre do të ishte më i madhi në mbretëri. Dhe ja ku kemi birin e gjallë të Perëndis që është më i madhi. Dhe ai merr peshqirin, e mbështjell rreth vetes, merr një legen të mbushur me ujë dhe pasi ulet në gjunjë, fillon të kalojë nga një dishepull te tjetri, duke u larë këmbët. Dhe një nga një, dishepujt e shqetësuar ndjen gishtat e Jezusit t'u preknin këmbët, duke u hequr baltën. Ai thau çdo këmbë me kujdes. Ai të cilit ata nuk ishin të denjë t'ja zgjidhnin sandalet, u lau këmbët.
Dhe ajo gjë që e tregon se kush jemi ne si të krishterë, është ajo gjë e pashpjegueshme që bëjmë, për shkak se kemi këtë cilësi të dashurisë hyjnore që rrjedh nëpër venat tona shpirtërore. Ne bëjmë gjërat që askush nuk i kupton. Pse do ta bënin ata këtë? Ka vetëm një arsye. Janë ndjekës të Krishtit dhe dashuria e Perëndis u ka pushtuar zemrën. Dhe kur dashuria e Perëndis ju pushton zemrën, ajo që zbuloni është se ju keni kaq shumë për veten tuaj sa ju duhet që ta derdhni në jetën e njerëzve të tjerë. E dini, një nga gjërat më të rëndësishme që duhet mbani mend për dashurinë në dhjetën e re është se her pas here shfaqet si emër, por shumicën e rasteve si folje. Bibla thot: burra, ti doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën. E dini se çfarë është interesante te kjo? Nuk është me zgjedhje. Nuk është sugjerim, është urdhërim. Mund thoni, po i me shoqja nuk më trajton siç duhet. Burra, ti doni gratë tuaja, sikurse Krishti ka dashur kishën. Dhe dini se çfarë ndodh kur filloni që ta bëni këtë? Çfarëdo që mendoni se nuk po shkon siç duhet me gruan tuaj, do të fillojë të rregullohet jo nga gjërat që bën ajo, por nga gjërat që bëni ju. Kur përballeni me probleme në martesën tuaj, gjëja më e mirë që mund të bëni është të zbuloni saktësisht se çfarë ju thot Perëndia që të bëni dhe pastaj ta bëni, pavarësisht nëse ndodh apo jo diçka e mirë. Dhe do të habiteni nga ajo që do të bëjë Perëndia. Kur dashuria e Perëndis fillon të pasqyrohet në ju, do të ndiheni aq të pushtuar prej saj se do të doni ta ndani me dikë tjetër. Amen. Ashtu siç u der dashuria e Jezusit atë natë gjatë atij akti shërbimi të tij ndaj dishepujve. Dhe pastaj e treta është se dashuria imiton Zotin Jezus Krisht. Le të shkojmë një hap më tutje. Kur ne mësojmë të duam si Jezusi, kjo ndodh sepse kemi vendosur të ndjekim shembullin e tij. Do të thotë, se e shohim Jezusin ta bëj këtë dhe do të duam ta bëjmë edhe ne, është gjë e dur, dëgjojini pak këto fjalë. Janë fjalët e Jezusit. Në qoftë se unë, Zoti dhe mësuesi, ju kam larë këmbët, edhe ju duhet t'i lani këmbët njëri tjetrit. Unë në fakt ju kam dhënë shembullin që ashtu siç kam bërë unë, bëni edhe ju. Tani nuk e besoj se Jezusi donte të thoshte që ne duhet t'i lajmë vërtet këmbët njëri tjetrit. Ne jetojmë në një kulturë krejt të ndryshme. Në kohën e Jezusit, kur ai u lau këmbët dishepujve, ata ecnin në rrugë të pista. Dhe kur hynin në një shtëpi, ishte një shërbëtor që vinte dhe u lante këmbët njerëzve që të mos futej pislëku brenda në shtëpi. Prandaj larja e këmbëve ishte vetëm një simbolik e një veprimi vetë sakrificë. Jezusi tha: ju kam treguar dashurinë time duke larë këmbët e pista të dishepujve të mi. Merrni këtë si shembull dhe mos kini turp që në emër të Jezusit të bëni diçka që do të sjellë një ndryshim në jetën e dikujt tjetër. Ja se cila është e katërta, dashuria përmirëson përvojën e jetës. E di që këtë duhet ta merrni me besim nëse nuk i keni shërbyer kurrë Zotit në mënyrë sakrifikuese. Po humbisni bekimin më të madh që do të keni përveç bekimit të qenit i krishterë. Ja se çfarë na thot Bibla. Jezusi tha: po ti dini këto gjëra, të lum jeni ju nëse do t'i bëni. Ai nuk tha të lum janë ata që ja bëni këto gjëra, edhe pse kjo është e vërtet. Jo, Jezusi tha: po ti dini këto gjëra për të sakrifikuar jetën tuaj nga dëshira për t'u treguar të tjerëve dashurinë e Perëndis. Nëse i dini këto gjëra dhe i bëni, atëherë do të jeni të bekuar. Më shumë se çdo gjë tjetër, këtë kam zbuluar gjithnjë më shumë në jetën time. Kur ndonjëherë bëj diçka për të ndihmuar dikë tjetër, ajo më kthehet sërish si një bekim që nuk e kam pritur kurrë, më i madh se çdo gjë që mund të kem përfituar. Nuk mund t'ja kaloni Perëndis në shërbim, ashtu siç nuk mund t'i jepni më shumë se ai. Sa më shumë që shërbeni, aq më shumë do t'ju bekoj Perëndia, ndërsa shërbeni. Dhe pastaj së pesti, dashuria vërteton të qeni dishepull. Kjo është diçka shumë e veçantë, elementi i ri te kjo është shumë i rëndësishëm. Nëse se keni vënë re më parë, duhet ta dëgjoni këtë. Sipas Biblës, kjo dashuri për cilën po flasim sot është niveli më i lartë i dashurisë në të gjithë botën. Është shumë i ndryshëm nga koncepti i dhjatës së vjetër për të dashur të afërmin por si vetveten. Dashuria e Jezusit është kjo: duajini të tjerët jo siç e doni veten, por ashtu siç Jezusi ju deshi juve. Dhe si na ka dashur Krishti?
por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Nga kjo ne e kemi njohur dashurinë, ai e dha jetën e vet për ne dhe ne duhet ta japim jetën tonë për vëllezërit. Dashuria e Jezusit është kaq e ndryshme nga çdo lloj dashurie tjetër që mund të përfituroni, sa Bibla na thot se është simboli që tregon se jemi dishepuj. A e dinit këtë? Te Gjoni 13 na thuhet: prej kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi. Këto janë fjalët e Jezusit dhe si vazhdon pjesa tjetër, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Pra si mund t'i shtoni me zell besimit tuaj dashurinë? Ja se cila është gjë e parë që do t'ju thoja, së pari kujtoni përsëri që juve ju duan. Ne e duam atë sepse ai na deshi i pari. Mos harroni se nëse përpiqeni që të doni dhe nuk e dini se kjo dashuri ju vjen nga Perëndia, atëherë do të dështoni. Nuk mund ta imitoni dashurinë e Perëndis pa Perëndin. Nuk mund të prodhoni një dashuri që i ngjan dashurisë së Perëndis. Dhe mbaj mend që kam lexuar një histori për një njerëz që po shkruante një artikull për ato që vuri re tet krishterët dhe tha: "I vëzhgova këta të krishterë, ata ndihmonin të pastrehet. Pastaj shton, ata fashonin njerëzit e lënduar, ata shkonin në mision, shkonin të punonin në vende të vështira, ata shkonin në përburgje, dhe pastaj ky njeri i cili nuk ishte i krishter, por një agnostik i vërtet shtoi: dikur ka menduar se ne duhet jemi njerëz po aq të mirë pa Krishtin, saç mund të jemi me të, por pas gjithë këtyre viteve që e kam studiuar këtë çështje, kam kuptuar se të krishterët kanë diçka që nuk e kemi ne të tjerët, dhe nuk ka mundësi që të bëjmë atë që bëjnë ata pa patur atë që kanë ata. Dhe kjo është e vërtet. Ajo që kemi ne është marrëdhënia me Perëndin. Nëse përpiqemi që të bëjmë punën e Perëndis pa një marrëdhënie me të, kemi për të dështuar keq. Por kur e duam Perëndin dhe e lejojmë dashurinë e Perëndis që është derdhur në zemrën tonë të na motivojë të shërbejmë atij, kjo është diçka e bukur, është diçka e mrekullueshme të shohësh. Prandaj mbani mend se ju duan dhe kur mos e vini në dyshim këtë, sepse nëse vini në diskutim dashurinë e Perëndis për ju, nuk do të mundeni dot të doni dikë tjetër. Numri 2, rishqyrtojini marrëdhëniet që keni. Merrini njerëzit në telefon, shkruajeni një letër, dërgojeni një mesazh, ka lloj-lloj mënyrash për t'u treguar njerëzve se i doni. Dhe më dëgjoni, mos supozoni se ata e dinë që i doni. Sigurohuni që ta dinë këtë, në vend që t'i pyesni të tjerët se çfarë mund t'ju ofrojnë juve. Rishqyrtojini marrëdhëniet që keni dhe pyesni veten se çfarë mund të bëni për të ndihmuar të tjerët. Dhe pastaj, riorganizoni prioritetet tuaja. Mendoj se ndonjëherë nuk falni dashuri thjesht sepse nuk e keni në mendje. Nuk e keni prioritet, por si mund ta bëni dashurinë prioritet në jetën tuaj? Ashtu siç bëni prioritet çdo gjë tjetër në jetë, e programoni. Mund të thoni, mund të programohet dashuria për njerëzit? Ja një mënyrë si mund ta bëni këtë. Në kalendarin tuaj apo në listën e gjërave për të bërë, shkruani Gjonin 13, 34 dhe 35, ngjitur me detyrat tuaja. Pastaj pyesni veten si mund të dua si Jezusi sot. Në fundit, kjo është detyra juaj. Mund thoni apo nga t'ja filloj, thjesht kërkojani Zotit që t'ju tregoj. Kur orzoni të gjitha cilësitë e jetës me dashurinë e Jezus Krishtit. Zonja dhe Zotrinj, mund t'ju them se bota ka etje për këtë. Njerëzit rreth jush po vdesin urije për dashuri, familja dhe miqtë tuaj, fqinjët dhe kolegët tuaj, vëllezërit dhe motrat, të gjithë kanë nevojë që dikush t'u lajë këmbë dhe t'u forcojë kurajon. Dhe kur e shihni të vështirë që të ndiqni hapat e Jezusit, thjesht mbani mend se gjithçka fillon me dashurinë e Jezusit për ju. Ai ju dha gjithçka që ju nevojitet, që ju të mund të keni gjithçka të nevojshme për njerëzit që po presin për fjalët tuaja të dashurisë. Dashuria është cilësia e fundit që thekson Pietri. Dua që t'ju lë me këto fjalë nga një Gjoni. Shumë të dashur, nëse Perëndia na ka dashur në këtë mënyrë, edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin. Po ta duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne dhe dashuria e tij është e përsosur në ne. Si e duam ne Perëndin duke dashur të tjerët? Si mund të themi Perëndiun të dua? Mund ta themi me fjalët tona dhe pastaj ta tregojmë me veprat tona. Për të dashur Perëndin duhet i duam të tjerët. Mund të thoni, nuk mundem vetëm të lutem dhe t'i them që e dua? Po, mund ta bëni, por nuk do ta ndjeni kurrë lidhjen e vërtetë të dashurisë që Perëndia do që ju të keni. Amen.
Tani shkoni dhe gjeni dikë që t'i falni dashuri. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë shkrimin, aq më shumë arrim ta kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse ju do të doni të filloni një marrëdhënie me të dhe të siguroheni që do të kaloni përjetësinë me të, duhet të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Perëndia ju bekoft. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.